është shumë e rëndësishme dhe njëherë që ndërgjegjësojmë vetë, të ndërgjegjësojmë dhe të afërmit. Siç është bashkëshorti, i cili ndoshta na kupton pak më shumë në momentin që ne i themi që shiko se këto simptoma që ai vë re apo familja vë re, fëmijët vën re, nuk e kam as me ty, as me fëmijët. Na thoni me nerva për ditë. Eksakt. Nuk jam me nerva me ju. Thjesht nuk jam me veten time në rregull sepse kam luhatje hormonale. Çfarë ndodh në paramenopauzë? Në paramenopauzë ndryshe nga menopauza, kur ne kemi rënje drastike të hormoneve femërore, estrogeni, progesteroni, në paramenopauzë kemi luhatje. Dhe është ajo që e bën atë ndryshimin e humorit, ndryshimin e mënyrës se si shef jetën, ndryshimin e motivimit që kemi. 10 ditë jemi me dhimbje kockash, pastaj sikur na lirohen diçka. Pra, sepse ka luhatje të hormoneve të estrogenit dhe të progesteronit, njërë rriten, njërë ngjiten, njërë rinë konstante, rriten, ngjiten.